Procesi për ekstradimin e biznesmenit Ermal Beshiraj drejt Shqipërisë ka hyrë në një fazë të re pasi Ministria e Drejtësisë ka dërguar te autoritetet franceze dokumentacionin përkatës. Sipas burimeve pranë prokurorisë së posaçme, SPAK i ka kërkuar ministrisë përcjelljen e kërkesës zyrtare për ekstradim, së bashku me vendimin e gjykatës së posaçme që ka caktuar ndaj Beshirajt masën e sigurisë arrest në burg. Biznesmeni u arrestua në Francë pak ditë më parë pasi u lokalizua nga autoritetet franceze gjatë një fluturimi me avion privat mbi një central bërthamor në Normandi në një lartësi nën kufirin e lejuar. Sipas SPAK, bashkëpunimi me autoritetet franceze nisi pasi kishte dyshime se Beshiraj ndodhej në territorin e Francës. Hetimet kanë evidentuar disa pasuri me vlerë miliona euro për të cilat prokuroria e posaçme ka kërkuar vendosje nën sekuestro. Mes pasurive të identifikuara janë llogari bankare me vlerë mbi 2 milion euro, 2 apartamente dhe një kështjell në departamentin Oise të Francës me vlerë rreth 2.6 milion euro. Çështja ndaj Ermal Beshirajt lidhet me hetimet për aktivitetin e kompanisë Soft & Solution, të cilës Banka e Shqipërisë i shfuqizoi licencën për aktivitetin si institucion financiar i paras elektronike. SPAK dyshon se Beshiraj është përfshirë në disa vepra penale, mes tyre pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, pastrim të produkteve të veprës penale dhe shkelje të barazisë në tendera publik. Hetimet për dosjen e akshit kanë evidentuar gjithashtu pasuri të tjera të dyshuara, përfshirë një jaht luksoz me vlerë rreth 1 milion euro, që sipas prokurorisë dyshohet se është blerë nga Beshiraj, edhe pse rezultonte i regjistruar në emër të një punonjësie të kompanisë së tij.